Po e shohim që dinamikat e zhvillimit edhe koha po vije po e zën njëra punë tjetrën. Kjo tregon që partia më e madhe nuk po ka dëshirë që ta dorëzoj as fuqinë ekzekutive, ndërkohë që është duke i ushtruar njëkohësisht të dy funksionet. Kjo është një pengmarrje ndaj institucioneve të Kosovës, me një kosto të tepër të lartë për qytetarët e Kosovës edhe për vetë Kosovën. Duhet mos me harru që në këtë moment kur po flasim, çmimet janë rritur, inflacioni është rritur, jeta dhe vështirësitë për çdo familje kosovare janë rritur, edhe ne kemi një mungesë të shtetit për t'i dalë ndihmë qytetarit Kosovës. Shumë reforma, shumë intervenime qeveria do të mund t'i bënte edhe t'u lehtësonte qytetarëve. Paga do të mund të rriteshin. Shumë çka do të mund të bëhen në këtë kohë sa ne po flasim. Por kur kemi një parti fituese që nuk arrin me siguru një shumicë të thjeshtë brenda kuvendit, kjo flet shumë për gjendjen në cilën jemi dhe ka një kosto shumë të lartë për qytetarët dhe vërtet na vjen keq. Kushtetuta e Kosovës jep i ndan përgjegjësitë në bazë të peshës së votave dhe partia e parë duhet ta siguroj shumicën, duhet ta gjej formulën se si ta siguroj shumicën. Dhe këtu ne jemi për përfaqësim politik, përfaqësim edhe ideologjik, edhe të mbajtjes së premtimeve. Ne domethënë jemi përfaqësues të një grupi të qytetarëve në bazë të programeve që i kemi prezantuar dhe kemi marrë besim që të vim që ato ide t'i përfaqësojmë brenda kuvendit Kosovës. Tani, sikur LDK-ja, ne jemi me një program që kemi përfaqësu, ja u kemi prezantuar qytetarëve dhe kemi marrë legjitimitet për atë pjesë. Dhe jemi shumë të qartë në qëndrimet tona. Normalisht që për çdo dialog edhe atëherë kur kemi refuzuar, kemi dhënë opsionet tona, që kaq është fuqia jonë politike, kaq është edhe ndikimi jonë brenda kuvendit Kosovës, ndërkohë që krejt përgjegjësia i takon partisë së parë. Keni marrë një përgjigje nga organet e rendit kur i keni dërguar për çështjen e mbajtjeve të pozicioneve të dyfishta në këtë rast nga Kurti dhe ministrat? Shikoni, ajo është një procedurë që e kemi iniciuar edhe i kemi dorëzuar të gjitha faktet. Nuk ka shtet demokratik në botë që një deputet që është pjesë e legjislativit të ushtroj edhe funksionin e ekzekutivit. Kjo është element bazik i funksionimit demokratik. Nuk ka. Aq më tepër që kemi ligje që e specifikojnë dorëheqjen e ekzekutivit në momentin kur bëhet betimi në kuvend. Keni marrë ndonjë informacion, a e nisur hetimin në këtë drejtim, meqense keni çuar vendime prej secilit ministër për të hetuar? Jo, unë mendoj që ajo është pjesë e gjyqësorit, krejt detyrat tona i kemi përfundu duke i dorëzuar, deponuar të dhënat tona mbi vendimet që është duke i marrë jashtëligjshëm kjo qeveri. Po që kjo është problemi të cilin e ka Kurti. Ai nuk dëshiron që ta jep ekzekutivin, t'i dorëzoj kompetencat e veta. Dhe kjo është problem shumë i madh, kur udhëhiqesh nga një njeri që nuk dëshiron t'i nënshtrohet as kushtetutës dhe as ligjeve në fuqi. Kjo është problem në vete dhe më vjen tepër keq që ne kemi ardhur në këtë pozitë duke pasur një njeri udhëheqës të partisë më të madhe dhe që nuk e kupton funksionimin bazik të demokracisë. Ndarja e pushteteve është parimi kryesor bazik që mbështetet një shtet demokratik. Kërkesën për krijimin e komisionit të fshehtë, pasi nga partia fituese po thonë që ka deputete të tjera partive që mund të votojnë me votë të fshehtë. Si qëndron puna brenda LDK-s? Keni informacione? Në emër të transparencës, secili deputet është i lirë që të votojë mbi bindjet dhe vullnetin e vet. Ne jemi të gjithë deputet, të cilët nuk e kemi problem që ta votojmë edhe për kryeparlamentar, po ekzekutiv në mënyrë transparente, duke ja bërë të qartë se qytetar që e përfaqësojmë kë jemi duke e votuar. S'ka nevojë për një votim të fshehtë, aq më tepër e kemi nisur me votim të hapur. Ku është problemi? Pse duhet votimi të fshehtë? Nuk e përkthejmë. Jo, absolutisht. Pse ka një nevojë që t'i nënshtrohemi një votimi të fshehtë kur mund ta bëjmë votimin krejt të hapur? Faleminderit.